Me ishte Zoti, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë, vëllezër, në letra e Jakobit, kapitulli 3. Jakobi, kapitulli 3. Ta shohim me vëmendje, vëllezër, se çfarë do të na japë Zoti sot nëpërmjet fjalës. Vëllezërit e mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër. Sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur. Dhe është gjithashtu i aftë t'i verë fre gjithë trupit. Ja u vëmë fre në gojë kuajve që të na binden dhe ta drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ja edhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël atje ku do timonjet. Kështu dhe gjua është një gjymtyre vogël, por mbahet më të madh. Ja një zjarr i vogël shpyll të madh djeg. Dhe gjua është një zjarr, një botë pa udhësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona, gjua e fëlliq gjithë trupin, ndes ecjen e natyrës dhe ndizet nga gjena. Sepse çdo lloj bishash, shpendësh, zvaranikësh, kafshësh të detit, mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore. Kurse gjuhën, asnjë nga njerëzit s'mund ta zbutën. Është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekje prurës. Me atë ne bekojmë Perëndinë dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbëllimit të Perëndisë. Nga njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrimë ujë të ëmbël e të idhur. A mundet të prodhoj fiku ullim, ose ardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund t'i japë ujë të kripur dhe të ëmbël. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur? Le ta tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemër butësi të urtësisë. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni cmir të idhur dhe grindje, mos u mbani më të madh dhe mos gënjeni kundër të vërtetës. Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është tokësore, shtazore, djallëzore, sepse atje ku ka cmir dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë veprash të këqija. Kurse dituria që vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e pa anshme dhe jo hipokrite, dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqe. Amin. Jakobi motra, vëllezër, aleluja, një nga dishepujt që ishte gjithmonë në pranimin e Zotit, por aq kohë sa Zoti ishte midis tyre, motra dhe vëllezër, aleluja, një apostull i zgjedhur nga Perëndia,
i bushur plot me frymën e Zotit, i drejtohet vëllezër kishës së Perëndisë. Jakubi ishte një nga njerëzit më të kujdesshëm, vëllezër, aleluja, që nuk toleronte asnjë diçka që të hynte, motra dhe vëllezër, aleluja, në kishën e Zotit. Ishte shumë i kujdesshëm dhe në fjalën e Perëndisë shohim një apostull që ishte thikë, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk toleronte në asnjë gjë dhe tregonte kujdes në gjërat më të vogla. Dhe është kaq shumë e rëndësishme dhe kaq e vërtetë, motra dhe vëllezër, një kujdes i tillë për kishën e Perëndisë dhe për çdo njeri nga ne personalisht. Sepse po të ballafaqohemi vazhdimisht me fjalën e Perëndisë, vëllezër, shohim dobësitë tona në fjalën e Perëndisë. E shohim veten tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, larg fjalës të Perëndisë. Dhe pse ndodh kjo, motra dhe vëllezër, në kishën e Perëndisë? Ta shohim veten tonë larg fjalës të Perëndisë. Dhe justifikimi ynë është jemi në mish, motra dhe vëllezër. Do ndodhin dhe gjëra të tilla. Fjala e Perëndisë na është dhënë ne që shpresojmë në një Zot, motra dhe vëllezër, që erdhi të bëjë një vepër në jetën tonë dhe ndryshoi jetën tonë. Të ndryshoi jetën e një njeriu, Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, do të thotë të bëhet një krijesë tjetër. Këtë vepër mund ta bëj vetëm, motra dhe vëllezër, aleluja, marrëdhënia e njeriu me Perëndimin. Këtë mund ta bëj vetëm bindja e njeriu me Perëndimin. Sepse nuk u bind njeriu që u krijua nga Perëndia, mos bindja e tij e nxori jashtë parajsës. U quajt mëkat, motra dhe vëllezër, dhe u largua nga parajsa. E ureu Perëndia njeriu, jo, motra dhe vëllezër. Por ishte e pamundur që njeriu me mëkat të qëndroje në parajsë, në drejtësi. Prandaj Zoti, dashuria e madhe e Perëndisë erdhi ndër ne, që këtë njeri, motra dhe vëllezër, të larguar nga prania e Perëndisë, ta kthej përsëri në praninë e Zotit. Me një flijim të madh që askush nuk mund ta bënte, motra dhe vëllezër, veç se Perëndia. Dhe fjala e Perëndisë na mëson që kjo vepër kaq hyjnore, kaq madhështore që Perëndia do ta kthejë përsëri njeriu në marrëdhënie me Perëndinë, të jetojnë së bashku përjetësisht, motra dhe vëllezër, jo të vdes, përjetësisht në këtë marrëdhënie me Perëndinë, na është dhënë fjala e Perëndisë për bindje. Që ne t'i bindemi fjalës të Perëndisë. Është e pamundur vërtet, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të shohë bekim, nëse nuk beson në fjalën e Perëndisë. Nuk mund të shohë njeriu, vëllezër, aleluja. Jezus Krishti, motra dhe vëllezër, kur takoi Pietrin, pasi kishte peshkuar gjatë gjithë natës, kishte dalë për peshk, nuk kishte zënë asnjë lloj gjë. Një peshkatar, motra dhe vëllezër, i vjetër, një peshkatar që dinte kur zihej peshk, motra dhe vëllezër, aleluja, falenderojmë Perëndin. Dhe në mëngjes kthehet dhe takon Jezus Krishtin. Dhe Zoti i thotë, motra dhe vëllezër, do dalim përsëri për peshk.
A mundet, motra dhe vlezër, një peshkatar i vjetër, që di shumë mirë, motra dhe vlezër, se kur mu të ziret peshk, të besoj një gjë të tillë që ajde në mes të ditës të vëmë të zem peshk? Por thot, për shkak të emrit tënd, të fjalës tënde, thot, unë po i binde. Është e pamundur. Kjo që po më thua është e pamundur, nuk mund të zëm dot peshk. Për natën më mundua dhe nuk zum asgjë. Por për shkak të fjalës tënde, unë po i binde. Dhe bindja e Pjetrit, motra dhe vlezër, fjalës të Perëndisë, aty ku nuk shikojmë asnjë gjë, solli një rezultat kaq të madh, motra dhe vlezër, sa nuk e nxini në rjeta peshk. Me logjikë, motra dhe vlezër, nuk mund ajo që thot Zoti të bëjë. Por Zoti do të na mësojë bindjen në fjalën e Perëndisë që ne mund të shohim përtej asaj që mund të imagjinojë njeriu. Që mund të ndodhë ajo gjë që nuk mund ta besojmë, motra dhe vlezër. Vetëm bindja në fjalën e Perëndisë. Shpeshherë vëmë logjikën në fjalën e Perëndisë, por nuk ka mundësi, motra dhe vlezër, me logjikë të mund të ecim me Zotin. Nuk mundet me logjikë të ecim, motra dhe vlezër, aleluja. Ne do të ecim me besim në Zotin, në fjalën e Perëndisë. E ka thënë Zoti, bëhet, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe atëherë do të shohësh bekim të madh. Kur ti beson në fuqinë e Perëndisë, në fjalën e Perëndisë. Ja ti Zotit, motra, aleluja. Dhe këtu na mëson Jakobi sa të kujdesshëm duhet të jemi ne, motra dhe vlezër, aleluja, dhe sa të bindur duhet të jemi ne në fjalën e Perëndisë. Vlezër thot, mos u bëni shumë mësues, sepse duke ditur se do të kemi, thot, një gjykim të ashpër për çdo fjalë që nxjerrin nga goja jonë, motra dhe vlezër, aleluja, do kemi një gjykim nga Perëndia. Ku e gjete këtë? Kush ta mësoi këtë? Po unë mendova, njeriu nuk ka nevojë mendimin tënd, motra dhe vlezër, aleluja. Prandaj këtu në fund të lexuam diçka për diturinë që zbret nga qielli. Nuk ka nevojë njeriu, motra dhe vlezër, aleluja, për një urinë. Dituria është ajo që tregon fryt, motra dhe vlezër, që zgjidh problemi. Nuk di, në u thashë radhën e parë, çfarë kërkoi Solomoni nga Perëndia, vlezër, aleluja. Dituri, Zot. Nga ty dua dituri. Falenderojmë Perëndin. Pse? Sepse kam të bëj me një popull të zgjuar. Kam të bëj me një popull, motra dhe vlezër, që është populli i Zotit. Si mund ta udhëheq nëse nuk kam dituri që zbret nga qielli? Dhe ne e dimë se si u provua dituria e Solomonit, motra dhe vlezër, aleluja, me ato dy gratë që shpunën një fëmijë dhe thoshin njëra është imi, njëra është imi. Si u zgjidh ky problem, motra dhe vlezër? Njerëzore nuk mund të zgjidhesh. Si mund ta gjejmë? Si mund të gjejmë kujt është ky fëmijë kur dy nëna pretendojnë që është timi dhe tjetra thot është timi? Në kohën e Solomonit, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe dituria që i dha Perëndia Solomonit e zgjidhi problemin. Çfarë zgjidhje i dha, motra dhe vlezër, aleluja? Silleni fëmijën këtu, ta presim në mes ta Solomonit, gjysmën t'ia japim njerëz dhe gjysmën t'ia japim tjetrës. Dhe ajo që ishte nëna e fëmijës, i tha, jo të lutem mos e bëj, jepja asaj. Por këtë mos e bëj, mua mos më jep. Jepja asaj, sepse ajo e donte fëmijën e vet. Ajo tjetra tha, dakor, vazhdo.
Sepse nuk i dim se fëmia e saj i kishte vdekur. Kush mund ta dinte një gjë të tillë, motra dhe vëllezër, aleluja? Zvarësia, dituria që zbret nga qielli, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Solomoni tha, jepja një kësaj, se i kësaj është fëmia. Njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, ka nevojë vërtet për mençuri që zbret nga qielli, për dituri që zbret nga qielli. Prandaj, thot, kini kujdes kur flisni, kini kujdes kur mësoni njëri tjetrin, thot. Mos u bëni mësues, të them unë kështu, si më thua ti? Si më thua ti? Që ti thuash dikujt diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, ai do të mësojë nga një birë perëndie, nga një njeri që ka marrëdhënie me Perëndinë, që të zgjidhësh problemin e tij. Jo mendimin tënd. Si do ta zgjedhësh problemin e tij, si ta zgjidhim? Kjo është dituri që zbret nga qielli. S'ka nevojë për një uri, sepse thotë, të gjithë gabojmë në shumë gjëra, në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njeri i përsosur. Të gjithë mund të gabojmë në shumë gjëra, por ai që nuk gabon në të folur, motra, aleluja, vëllezër, është i përsosur. Prandaj, sa kujdes na mëson fjala e Perëndis, duhet të tregohemi me njëri tjetrin, në marrëdhënie me njëri tjetrin. Goja jonë duhet të jetë, motra dhe vëllezër, lavdërim për Zotin. Asnjë lloj gjëje tjetër. Të japim lavdi Perëndisë për çdo gjë, motra dhe vëllezër. Falenderojmë Perëndin. Nuk mundet që goja jonë të jetë të lavdërojë Perëndinë, thotë dhe të mallkojë vllajin apo motrën. Nuk mundet, motra. Dhe është gjithashtu i aftë të verë frej gjithë trupit. Ai që kontrollon gjuhën, motra dhe vëllezër. Të folë. Ai është i aftë të verë frej gjithë trupit, ta kontrolloj trupin. Të mos thotë unë citova, motra dhe vëllezër, aleluja. Është i kontrolluar ai njeri. Pse thot, motra dhe vëllezër? U vëm frej në gojë kuajve që të na binden. Dhe i gjithë trupi i tyre të komandohet nga ne. Ku të duam ne ta çojmë trupin, duke i vënë frej në gojë, motra dhe vëllezër. Kuajve. Ja edhe anijet, shumë të mëdhaja, thotë, shtyen nga erëra të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël atje ku do timon jetë. Anijet të mëdha, motra dhe vëllezër, aleluja, drejtohen nga një timon i vogël që e drejton timonieri. Gjithë anijet. Kështu edhe gjua, është një gjymtyre vogël në trupin tonë, motra, aleluja, por mbahet më të madh. Një zjarr i vogël, shikoni shpyll të madh djeg. Çfarë dëmi të madh thot bën gjua e folur. Me gjuhën tënde mund të vrasësh vllai. Me të folurën tënde mund të vrasësh motrën. Një fjalë jotja e vrave. Dhe thotë, do shumë rëndësi dhe shumë kujdes e folur. Sepse thotë, një pakujdesi e vogël, motra dhe vëllezër, thotë një zjarr i vogël, një shkrepse. Në një pyll, motra dhe vëllezër, djeg gjithë pylli. Dhe është shumë e vështirë, motra. Bën dëm shumë të madh, thot, një pakujdesi e vogël. Dhe e krahason me zjarrin, motra dhe vëllezër, gjuhën. Mund të bëjë një dëm shumë të madh gjua, motra dhe vëllezër, aleluja.
dhe gjua është një zjarr, një botë pa udhësie, ajo është e vendosur midis gjymtyrëve tona. Gjua e fëlliq gjithë trupin, ndes ecjen e natyrës dhe ndizet nga gjena. Sepse çdo lloj bishash, shpendësh, zvaranikësh dhe kafshësh të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore. Kurse gjuhën asnjë nga njerëzit nuk mund ta zbutë. Edhe kafshët, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, nga natyra njerëzore janë zbutur. Kurse gjua, motra dhe vëllezër, është e pamundur nga njeriu të kontrollohet. Atëherë, motra dhe vëllezër, cila është zgjidhja që na ofron Zoti? Kur njeriu nuk mund ta zbutë dot gjuhën. Me atë thotë ne bekojmë Perëndimin. Dhe ati thot, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbëllimit të Perëndis. E njëjta gjuhë flet për bekime, motra dhe vëllezër, aleluja, flet për Zotin, për lavdinë e Perëndisë, e njëjta gjuhë thotë mallkon vëllezërit, motra dhe vëllezër. Si është e mundur, thotë? Zoti nuk e ka bërë kështu. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër, thotë mi, nuk duhet të ishte kështu. Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrim ujë të ëmbël dhe të hidhur, nuk mundet. Nga i njëjti burim të vesh të marrësh dhe ujë të ëmbël dhe ujë të krikur. Nuk mundet. Nuk ka mundësi që Perëndia ta ketë bërë gjuhën, motra dhe vëllezër, në këtë formë. Që dhe të mallkojë edhe të lëvdojë Perëndin. A mundet të prodhojë fiku ullim? Sa e pamundur është, motra dhe vëllezër, aleluja. Ose ardhia fiq, kështu asnjë burim nuk mund t'i japë ujë të kripur dhe të ëmbël. Atëherë, si mundet që të jemi një krijesë ashtu siç do Perëndia që e ka krijuar Zoti? Dhe problemi i madh është vërtet, motra dhe vëllezër, gjuha jote, folura jote. Kush është nga ju, thot, i ditur? Le të na tregojë me sjellje të bukur veprat e tij me zemër butësi të urtësisë. Dhe këtu shikoni me vëmendje. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni cmirë të idhur dhe grindje, mos u mbani më të madh, thot, dhe mos gënjeni kundër të vërtetës. Në qoftë se në zemrën tonë ka grindje, ka cmirë dhe njëri tjetër, mos u mbaj më të madh si krishter, si një njeri i ditur, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mundet të thotë fjala e Perëndisë. Kjo është të gënjesh, motra dhe vëllezër, kundër të vërtetës të. Nuk është kjo e vërteta. Nuk është kjo e vërteta që na mëson Perëndia, motra dhe vëllezër. Kjo nuk është dituri që zbret nga lart. Kjo është dituri tokësore, shtazore, djallëzore, sepse atje ku ka cmirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë veprash të këqija. Të gjitha këto, thot motra dhe vëllezër, aleluja, vinë nga gjuha. Vinë nga kujdesi, motra dhe vëllezër, ose mos kujdesi që ne tregojmë në të folurën tonë.
kurse dituria që vjen nga lartë, më së pari është e pastër. Dituria që vjen nga Perëndia, aleluja, është e pastër në të gjithë, pastërtinë të gjithë e dua. Aleluja. Pastaj është pajtuese. Ai që është i ditur ka dituri. Pajton, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk e zjarë, dhe zjarë nga se vjen nga fjala, motra, aleluja. Urrejtja nga se vjen nga fjala, motra, aleluja. Nga mos kujdesi ynë në të folur. Mbjellim të keqe. Nga të smira që ne kemi për njeri tjetri, flasim për njeri tjetri. Dhe krijohet, motra dhe vlezër, një ndasi shumë e madhe. Nga kush vjen kjo? Nga fjala që dëgjojmë. Prandaj të sa kujdes duhet të kemi, motra dhe vlezër, aleluja, në të folur tonë. Është pajtuese. Dituria që zbret nga qielli, ai që ka marrë nga Perëndia, vërtet, motra dhe vlezër, shërben pajtimit. E butë, e bindur. Është e butë, motra dhe vlezër, është delikate. Tregon kujdes, motra dhe vlezër, për vllajën, për motrën. Zoti na thotë, lartësojeni njëri tjetrin më shumë se veten. Tregon kujdes për vllajën, nuk të ka vënë njëri, thotë, të gjykosh vllajën apo motrën. Por trego kujdes në atë që flet, sepse jo vetëm që i bën dëm motrës, jo vetëm që i bën dëm bashkësisë, por në sytë e Perëndisë, ti nuk merr ndonjë meritëm, motra dhe vlezër. Dhe çdo gjë bëhet në këtë dritë, në sytë e Perëndisë. Prandaj do kujdes të madh, motra dhe vlezër, e curia jonë në marrëdhënie me Perëndin. Sepse Zoti do të bëjë një krijesë të re, që të jetë dritë në të gjithë të tjerët, që rrethojnë. E bindur, është një krijesë e bindur, thotë motra dhe vlezër, aleluja, dituria që zbret nga qielli. I bindur në fjalën e Perëndisë. Ka përunësi, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe kush është ky njeri? Ky njeri është pikërisht ajo krijesë e re që thamë që Zoti do të bëjë me ne. Dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet frymës të Perëndisë. Ju njerëzisht nuk mund të bëni dot asgjë, dhe njeriu thotë, nuk mund ta zbutë dot gjuhën. Kush mund ta bëjë, motra dhe vlezër, aleluja? Veç se në marrëdhënie me Perëndin, fryma e Perëndisë do të bëjë një vepër në jetën tonë për të bërë një ndryshim të madh në jetën tonë, për të qenë vërtet një krijesë e re frymërore, motra dhe vlezër. Nuk ka lidhje me mishin. Kjo krijesë ka lidhje me frymën e Perëndisë. Dhe fryma e Perëndisë në çdo njeri nga ne sjell fryt. Fryti i frymës të Perëndisë në ne është dashuria, paqja, durimi, motra dhe vlezër, vetkontrolli. Ai që i fregojës, do me thënë ai që ka vetkontroll, thotë, e kontrollon veten. Kush mund ta bëjë këtë? Është fryti i frymës së Perëndisë. Jo njeriu, motra dhe vlezër. Ne shohim në veten tonë nëpërmjet fjalës të dobësitë tonë. Jo e di ku e thotë, por duhet të dimë, motra dhe vlezër, si mund të ndryshojë njeriu. Ç'vlerë ka ta di ku flet për këtë gjë, motra dhe vlezër, aleluja, dhe jeta ime nuk tregon asnjë? Ç'vlerë ka? Çfarë ndryshimi ka bërë? Kjo dituri, motra dhe vlezër, aleluja, ka bërë ndonjë ndryshim? Është dituri që zbret nga qielli. Sepse vërtet sjell fryt në jetën e çdo besimtari, motra dhe vlezër.
e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira. Kjo dituri që zbret nga qielli, që bën këtë vepër në njeriu, motra dhe vëllezër, të dukshme, sjell fryte të mira. Fryte të mira, motra dhe vëllezër, aleluja, që të gjithë duan të jenë afër ti, afër saj, motre. Pse? Sepse është pajtuese, thot. Është e bindur, motra dhe vëllezër, nuk krekoset. Nuk kërkon të vetat, motra dhe vëllezër, drejtësinë e vet. Asnjëherë u përgjigj Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk do të kërkojmë drejtësinë tonë. Pse? Drejtësinë tonë do të na jap vetëm Perëndia. Nga njerëzit do të kërkojmë drejtësi. Nuk mundet. Aleluja. Perëndia është drejtësi. Dhe drejtësi llogaritet një njeriu, motra dhe vëllezër, kur vërtet ai njeh Perëndin. I besoi Abrahami Zotit dhe kjo ju numërua për drejtësi në sytë e Perëndisë, njeri i drejtë. Sepse i besoi Perëndisë. Bëri vepër, motra dhe vëllezër, besimi i tij. Cila ishte vepra? Mori të birin, shkoi ta flijoi, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse? Sepse i besonte Perëndisë, fjalës të Perëndisë dhe veprës të Perëndisë, vepër të madhe do bëj Zot. Kush mund ta imagjinonte, motra dhe vëllezër, aleluja, të vesh të vrasësh fëmijën, ta flijosh fëmijën, dhe kjo është vepër e Perëndisë, do veproj Zoti mirë. Por ja që ajo që është e pamundur, motra dhe vëllezër, për njëri, Zoti bën vepër të madhe për të lartësuar emrin e vet. Besimi që kishte në Perëndia ju numërua, thot, për drejtësia, pra, lavdia e vet. Të e paanshme, thot, dhe jo hipokrite. Dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe. Ai që është i drejtë, që kërkon drejtësi, mbillet në paqe, motra dhe vëllezër, aleluja. Ka paqe me të gjithë, lavdia e të shenjtë. Dhe ata që bëjnë paqe, dhe ata që e rrethojnë, dhe ata që e rrethojnë janë në paqe. Ne falenderojmë Perëndin. Kjo është bashkësia që Zoti kërkon të bëjë midis nesh, motra dhe vëllezër. Një bashkësi ku ka paqe. Një bashkësi ku udhëheq fryma e Perëndisë. Një bashkësi ku nuk ekziston mishi, motra dhe vëllezër, aleluja, por janë që të gjithë krijesa të reja gjymtyrën në një trup për të bërë vullnetin e Perëndisë. Amin. Zoti ta bekoj.